Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen ABP, 62 vjeçe, banuese në Shkodër për veprën penale mashtrim. Pasi ka bërë kallëzim shtetasi GP 57 vjeç se 62 vjeçaria nëpërmjet mashtrimit dhe falsifikimit të dokumentave i ka përvetësuar një sipërfaqe toke, të cilën ai e ka marrë me certifikat pronësie në fshatin Theth. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit. AS, 34 vjeç, banues në fshatin Grudere, pasi ka kanosur me fjalë shtetasin KC, 19 vjeç, banues në fshatin Grud për motive të dobta. Një PS 11 vjeçar, pasi dyshohet se i ka vjedhur një çantë dore, brenda së cilës ka pasur një sasi lekësh, shtetases MT, 45 vjeçe, banuese në Shkodër. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie Madhe referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin MG, 43 vjeç, banues në fshatin Gruemir Çezme, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori për njoftim rasti pasi djem në lagjin Perlat Rexhepi, shtetasi AK, 20 vjeç, banues në Fushkruj, është dëmtuar let në krah nga automjeti me drejtues shtetasin FR, 59 vjeç, banues në Shkodër. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.